Abononi në kanalin ton duke bërë subscribe dhe klikoni zilen për video tona të reja. Sëmundshmëria tek të rinj të shritur, veçanërisht prekja nga sëmundjet e zemrës, sipas Institutit Ndërkombëtar për Vlerësimin dhe Matjen të Shëndetit, vlerësohet se për çdo 100 vdekje në Shqipëri, 58 shkaktohen si pasojë e sëmundjeve kardiovaskulare. Kardiologu Alfred Nona në një intervistë ka treguar se shkaktarët kryesor të sëmundjeve kardiovaskulare në moshë të re mbeten abuzimi me duhanin, alkoolin, drogën, si edhe jeta sedentare. Në lidhur me këtë çështje, ai ka folur: sa i përket sëmundjeve kardiovaskulare, mund të themi se në përgjithësi prekin moshat mbi 50 vjeç tek meshkujt dhe mbi 55-60 vjeç tek femrat, por në kohët e fundit kemi të prekur edhe moshat e reja. Unë mund të flas për statistika personale nga praktika e përditshme e punës dhe mund të them se sëmundjet kardiovaskulare në Shqipëri janë gati 5 deri në 10 vjet më përpara se sa vendet perëndimore, duke u krahasuar për shembull me Italinë. Përse është kjo rritje e lartë dhe më shumë se sa në vendet e Evropës? Stili i jetesës është shkaku kryesor. Vëmë re se pas viteve 90 ka filluar një ndryshim i mënyrës së jetesës dhe aktiviteti fizik ka ardhur gjithmonë në rënje. Shkaqet të tjera janë jeta sedentare, obeziteti, si dhe abuzohet shumë me faktorët e riskut. Në Shqipëri abuzohet shumë me pirjen e duhanit dhe konsumin e alkoolit. Në këtë kategori hyn edhe përdorimi i drograve. Vendi ynë, paradoksalisht, edhe pse është një vend i varfër, ka një përdorim të shtuar të drograve të forta edhe te grup moshat e reja. Pra duhanpirja e theksuar, sedentari i viteve të fundit, obeziteti mbi mesataren, përdorimi i alkoolit dhe drogës janë faktorët që me probabilitet të lartë kanë ndikim në sëmundjet e zemrës tek moshat më të reja, krahasuar me brezin e prindërve tanë apo krahasuar me vendet perëndimore. Cili është mendimi juaj? A mbështesni mendimin e doktorit? Lini komentin tuaj më poshtë. Për më shumë, klikoni në video tona të reja.